Kurrë mos I vendosni këto ushqime në frigorifer. Nëse keni bërë shpesh edhe ndryshimin e artikujve ushqimor dhe I mbani në frigorifer, e keni gabim. Ja cilat ushqime nuk duhet I mbani asesi në frigorifer. Domatet, nëse I mbani në frigorifer, rrezikoni që t'u mbysni shijen dhe freskinë e tyre. Patatet nuk duhet të vendosen në frigorifer, por duhet të mbahen në një vend të freskët dhe të thatë, qoftë në letër ose në një çantë e cila I mban ato të thata, por jo në frigorifer. Qepët, nëse janë të qëruara, ato duhet të qëndrojnë në një vend të freskët dhe të thatë, ku ka në një ventilim të mirë dhe jo në frigorifer të ftohtë. Hudhra, njëjtë si qepët, nuk duhet të mbahen në frigorifer, jo vetëm për aromën e pakëndshme, por edhe për lëndët që absorbon. Buka, edhe pse mund të mendoni se s'ka gjë të keqe ta mbani në frigorifer, ajo do të bajatet më shpejt nëse e mbani në këtë pjesë.